Çfarë është preeklamsia? Preeklamsia është sëmundja e shtatzënisë. Sëmundja prek 5 shtatzëni në 100. Ajo është rritja anormale e tensionit arterial, e cila cënon organet e personit shtatzën ose shkakton ngadalësim të rritjes së bebës. Preeklamsia lidhet me placentën, organin përgjegjës për shkëmbimet ndërmjet bebës dhe personit shtatzën. Preeklamsia zhvillohet në gjysmën e dytë të shtatzënisë. Ajo mund të shfaqet edhe gjatë lindjes ose deri në 6 javë pas lindjes. Cilat janë analizat që rekomandohen për depistim? Të gjitha personat shtatzën mund të preken nga preeklamsia. Marrja e gjakut, ekografia dhe matja e tensionit arterial bëhen në fillim të shtatzënisë që të shihet rreziku për preeklamsi. Nisur nga gjysma e dytë e shtatzënisë, tensioni arterial ndiqet rregullisht dhe analizohen proteinat në urinë. Si ta kuptoj nëse kam preeklamsi? Kujdes! Sinjalet paralajmëruese për preeklamsi ndryshojnë nga një shtatzëni te tjetra dhe mund të shfaqen në momente të ndryshme. Shenjat paralajmëruese janë: tensioni arterial është më i lartë se 140 me 90 mm merkur në aparatin e tensionit. Me tensionin më të lartë se 140 me 90, kontaktoni mjekun, mamin tuaj ose urgjencën e maternitetit. Me tensionin më të lartë se 160 me 110, konsultoni me njëherë urgjencën e maternitetit. Gjithashtu mund të ndjeni ndjesi parehatie të përgjithshme që e keni të vështirë të shpjegoni, dhimbje koke të pazakont, fryrje të shpejtë të këmbëve dhe kyçeve të këmbëve, të duarve ose të fytyrës, ushtima në të dy veshët. Preeklamsia mund të shfaqet edhe me shikim të paqartë, shkreptima drite ose njolla përpara syve, të përziera ose të vjella të pazakonta në fund të shtatzënisë, dhimbje të vazhdueshme në pjesën e sipërme të barkut, vështirësi në frymëmarrje, dhimbje në gjoks, konvulsione si të një epilepsie. Kjo është faza e eklamsisë. A keni sinjale paralajmëruese të preeklamsisë? Kontaktoni mamin dhe ginekologun tuaj. Konsultoni urgjencën e maternitetit. Si ulet rreziku për preeklamsi? Ushqehuni në mënyrë të ekuilibruar dhe të shëndetshme, paksoni kripën në ushqim, shmangni mbi peshën, bëni aktivitet fizik të përshtatshëm për shtatzënin, lini duhanin. Me raste, ginekologu do të rekomandojë marrjen e aspirinës. Preeklamsia mund të ketë ndikim në shëndetin tuaj deri disa vite pas lindjes. Nëse ndjeni trishtim ose përjetoni emocione të vështira pas një preeklamsie, flisni për të.